kur ka humb këtu në Prishtinë, atë përmbysjen që ndodhi, duke shkuar në zhveshtorë në korridor, ka pas E kuptoj, kjo është normale, domthon tifozi mund me shpreh pa kënaqësi, është normale e punë, domthon nuk domthon këtu mendoj që trajneri domthon nuk është deshash fare me fut si diskutim këtë. Mirë, po prapë mendoj domthon që drejtuesi dritës këtë vit ka mendimin që kanë prit diçka më tepër te ekipit. Të pos parasysh që edhe në këtë vit pajtonë me Ismetin që tha marrët janë bërë disa ndryshime brenda grupit, kanë marrë litor më cilësor, pikërisht që me bu një hap tjetër domthon që me ngrit nivelin hala më shumë edhe të lojës, po sigurisht edhe të rezultateve. Domthon tash me mos arritjen e këtij objektivi, pa diskutim që ka pas një krizë brenda. Edhe normalisht drejtuesin ata që marrin vendime që kanë zgjedh që më mirë pa fillu kampionati i Kosovës me u bë ndryshim, që trajneri i ri vjen sa më shpejt, të njihet me ekipin dhe të paktën ta ketë vitin komplet me ekipin që në rast që është pa diskutim domosdoshmë një ndër pretendent që përfitimin e kampionatit, vitin e ardhshëm drita mos të ketë këto probleme domosdoshmë apo mos të shfaqen këto probleme që të eliminohet që në rundën e parë të Ligës Kampionëve. Po. Unë vetë një sa më konfirmu që trajneri i ardhshëm i dritës nuk do të jetë shqiptar. As nuk do të jetë nga Kosova, as nuk do të jetë shqiptar. Ky është lajm i keq. Shumë është lajm i keq ky. Kjo është e konfirmuar se shqiptar nuk do të jetë. Drita ka provu shqiptar nuk do të jetë. Drita ka provu me trajner të huaj në 2 sezone. Greku, edhe në të dyja